një shkollë është më shumë se një ndërtesë. Është një hapësirë ku formohen ëndrat dhe ku të rinj zhvillojnë aftësitë për të ndërtuar të ardhmen. Kjo është historia e një shkolle, e cila ka pasur një ndikim të thellë në jetët e të gjithë atyre që kanë kaluar muret e saj. Kthehemi mbrapa në kohë, vitin 1950. Shkolla jon ka një histori të pasur që fillon shumë vite më parë, kur ideja për krijimin e një institucioni edukimi u bë një ëndër e mundshme. 75 vite më parë në Tetov, disa mësues dhe disa prindër të përkushtuar vendosën të hapin dyert e kësaj shkolle, duke e bërë atë një vend ku çdo fëmijë mund të ndante pasionin për të mësuar. Kjo shkollë në fillim u quajt Liria, emër ky që do të lidhet me lirinë e të mësuarit shqip. Por që historia e kohës më vonë i dha emrin e revolucionarit Zeflush Marku. Kjo shkollë u bë një qendër arsimore dhe kulturore e rëndësishme për shqiptarët, jo vetëm në Shkup e Maqedoni, por edhe më gjerë. Këtë më së bukuri e rrethen ish drejtori i shkollës son, profesor Xhemaludin Idrizi. Zeflush Marku është themeluar në Tetov në vitin 1950. Drejtori i parë ka qenë Bajrami, Recep Bajrami. 2 vjet ka punuar në shkollën fillore Liria. Me rastin e 50 vjetorit atje kam ngritur plakat, plakat në murin e Liris, se aty është themeluar gjimnazi me 2 tetor 1950. Në vitin 1952 transferohet në Shkup, në ndërtesën e vjetër e cila ra prej tërmetit, urdzua prej tërmetit. Atëherë ishte albanska učiteljska shkolla, shkolla shqiptare e mësuesisë. Shkolla shqiptare normal. Për vitin 1960, atëherë emrin e kishte Liria. Për vitin 1960 u riemëruan e emrin Zeflush Marku. Dhe ai emër është edhe sot e kësaj dite. Në vitin 1978 filluan reformat në Maqedoni dhe me reformat hap Akademia Pedagogjike dhe filloi të mbyllet normale, filluan të hapen paralele në gjuhën shqipe, paralele të gjimnazit. Paralelja e fundit e normales ka qenë vitin 1972. Dhe prej atëherë paralele normale nuk ka pasur, ka vazhduar si gjimnaz. Gjimnazi si gjimnaz ka luajtur një rol të veçantë, kryesor, jo vetëm për Shkupin, por edhe për Maqedoninë, edhe jashtë Maqedonisë. Kujtoj që gjimnazi është një universitet i shqiptarëve, jo vetëm të Shkupit e të Maqedonisë, por edhe me gjithë. Edhe pse politika e kohës ka qenë një pengesë e madhe për shqiptarët dhe arsimimin e tyre, kjo shkollë në krye me drejtorët, profesorët dhe nxënësit e guximshëm qëndroi kokë lart pranë çdo sfide dhe imposhti ato. Të gjithë bashkë qëndruan si shkëmbinj pranë vështirësive, duke e ditur që rrezikonin veten dhe familjet e tyre, i dolën ballë sy pa trembur komunizmi që po mundohej t'i shkelte. Ishin kohra krejt tjera atëherë, vitet 80-ta, kur u përcaktu kolegjiumi i profesorëve dhe këshilli atëhershëm i profesorëve që unë të jep drejtor, e pranova me një frikë, a mund t'i dal zot një funksionit të tillë, respektivisht të drejtori një gjimnaz si ishte gjimnazi dhe si është Zeflush Marku. Zgjodha drejtor pas 2 drejtorëve që kishin bërë emër dhe nam për të mirë. Gjeneratat më të vjetra ju kujtohet Ahmet Zlatku edhe Ahmet Hajdari, ata nuk janë në jetë, por kanë qenë edhe pishtarë të arsimit në gjuhën shqipe. Po fitoria asaj betejë me ata në fakt e lehtësoi punën time. Edhe pse ato ndëshkimet, diferencimet nuk shkuan deri në fund, se ishte rrallë përjashtimi nga puna, ndëshkime të tjera, unë ju ktheva ditarit. Respektivisht mandatin e dytë ma morën ata, nuk më
ndihmën për krajen e tyre përfundimtare kisha prej nxënësve, prej rinisë. Duke nisur bashkë prej pak në mësim në gjuhën e nacionaliteteve. Me kalimin e viteve, shkolla filloi të zhvillohet. Qëllimi i saj ishte të ofronte mundësi për të gjithë nxënësit, pa dallim. Me një ekip mësuesish të pasionuar dhe me mbështetje nga prindrit dhe autoritetet lokale, shkolla u bë një qendër edukimi për të rinjt që ndëronin të krijonin të ardhmen e tyre. Në periudhën kur unë vënova drejtor i gjimnazit Zeflush Marku, gjimnazi kishte një renome dhe prestigj. Obligimi kryesor imi që njerë të mban atë renome dhe prestigj që e kishte gjimnazi Zeflush Marku, sa i përket cilësisë dhe kvalitetit mësim. Unë kam qenë si nxënës i kësaj shkolle në periudhën kur ishte drejtor i ndjeri Arni Zlatku. Edhe prej periudhës kur ishte ai drejtor, u kriju një frymë dhe atmosfere posaçme e rendit e disiplinës, por e cilësisë në arsim. Unë hyna me atë filozofi, me atë frymë që atë cilësi dhe atë rend, ato marrëdhënie të mira ndërnjerëzore t'i ruaj bare. Edhe me mundësi t'i përmirësoj, t'i rrisë. Unë mendoj se këti qëllimi, barem unë mendoj, tjerët mund të flasin mas mirë për punën time, ja kemi arritë. Miku i mirë njihet në ditë të vështira, thot populli. E kush më mirë se ne ta vërtetoj këtë? Ne jemi të njohur si të tillë. Ishte kohë lufte, fëmijë plot që po largoheshin nga shtëpitë e tyre, kush me prind e kush vet. Vinin drejt një bote tjetër, me shumë frikë, me lot në sy, por këto lot duart e nxënësve të Zeflush Markut i fshin dhe i zëvendësuan me buzëqeshje. Gjimnazi në atë periudhë, përveç nxënësve të vetë që i kishte brenda me gjuhën shqipe dhe gjuhën maqedonase, kishte edhe 320 nxënës nga Kosova, se bashkë në atë periudhë zhvilloheshte lufta në Kosovë, ishte koha e bombardimeve, ishte koha e egzodit të nxënësve kosovar, dhe unë ata 320 nxënës i mora, i sistemova, u organizova mësim deri me 22 qershor të vitit 1999. Edhe pse shkolla ka kaluar përmes periudhave të vështira dhe sfidash të shumta, gjithmonë ka mbetur një vend ku secili nxënës ka mundësinë të rritet dhe të zhvillohet. Nga periudha të ndryshme politike dhe ekonomike, shkolla ka qëndruar gjithmonë e qëndrueshme, duke ofruar mundësi dhe shpresë. Sot, si pensioniste, prenoj me shumë ishë nxënës të mi, të cilët sot janë emra të njohur në letrat dhe kulturën shqipe si doktor shkencas bile, politikan, aktor, poet, piktor, të cilët veprojnë në Maqedoni, Shqipëri, Kosovë e Gjetio. Për çdo vit që kalon, kjo shkollë vazhdon të frymëzojë dhe të nxjerrë talente të mëdha. Çdo fitore, çdo arritje e nxënësve të saj është një dëshmi e punës së palodhur dhe e pasionit që përmban ky vend. Sot, shkolla është më e fortë se kurrë. Me teknologji të reja, mundësi për zhvillim dhe angazhim të vazhdueshëm me komunitetin, ajo vazhdon të ofrojë një mjedis ku çdo nxënës ka mundësinë të rritet dhe të bëhet një lider në fushën e tij.
Shkolla është vendi ku ne rritemi, vendi ku ne mësojmë se si ta duam të jemi. Shkolla është vendi ku ne mësojmë për të shkuarën tonë. Shkolla na mëson se si ta ndërtojmë të ardhmen tonë. Në këtë shkollë mësova se si të luftoj për ëndrat e mia. Nxënësit do duhet të jenë të përkushtuar, pra të ndershëm, të mos heqin dorë kur nga përpjekja për të arritur dituri, njohuri, por edhe ndërtimin e vlerave njerëzore. Sot kujtojmë edhe ata që nuk janë pranë nesh. Kujtojmë gjurmët që lanë në zemrat e atyre që i njohën. Ata ishin miqtë tanë, udhërfyesit tanë, të dashurit tanë. Kujtojmë atë që Zoti e bëri të merr edhe frymën e fundit në vendin që e deshi atë shumë, në shkollën tonë e të tij. Ju jemi mirënjohës për punën tuaj të palodhur dhe për kushtimin që keni treguar gjatë gjithë këtij rrugtimi. Lavdi. Ndrimi i jetës së drejtorit në vendin e punës, kjo ndoshta do të jetë një përjetim ndoshta i rëndë për ne si të punësuar, por edhe ne që kemi qenë pjesë e ekipit të tij, edhe unë si dorë djathtë e tij llogaritem. Ato do ta mbajmë derisa të jemi gjallë në kujtesën si njeri i jashtëzakonshëm, njeri i mirë, i përkushtuar, i ndershëm, i suksesshëm, i qetë, i mençur, e kështu me radhë. Sikur të ishte ai këtu, do të ju thoshte nxënësve. Të dëshiroj i shëndet dhe suksesin e të ardhmen. Shpresoj se me këtë mbarimin e shkollës mesme nuk do të jetë mbarimi i shkollimit të tyre, por do të vazhdojnë edhe më tutje me shkollimin e tyre. Emocionet që përjetuan ish drejtorët kur dëgjuan ziljen dhe zhurmën e nxënësve u pa në sytë e tyre. Kishin një nostalgji të papërshkruar. Dhe si thot profesor Shevqet Zekolli, u ndjen sikur në shtëpinë e tyre, sepse shkolla është shtëpia e tyre. Ashtu si që do tradita, u bë shtëpi e madhe me një zot shtëpie e rreth 2000 familjarëve. Familje që e tejkaloi edhe sprovën më të rëndë, luftën, vetëm duke qëndruar kompakt dhe të bashkuar. Por të veçantë van fakti se ishte një numër shumë i madh nxënësve. Në 2450 nxënës. Ishin të ndamë në dy objekte, do të thotë në objektin e Karposh dhe në objektin tjetër të Aftaliqe. Ishin momente shumë të vështira, shumë të rënda mbas konfliktit që kishte ndodhur. Marrëdhëniet ndërretnike ishin tepër të acaruara dhe përgjegjësia ishte shumë e madhe. Shtuar këtu edhe probleme të tjera organizative të cilat ishin shumë të theksuara dhe të cilat ishin anashkaluar me vite të tëra. Këto ishin probleme shumë të mëdha të cilat duhej menaxhu, por fal kolektivit të jashtëzakonshëm, fal edhe bashkëpunëtorëve të mi, edhe të ministrisë atëhershme të arsimit, i kemi tejkaluar besoj. Rrugtimi drejt suksesit u bë me përkushtimin ton, por edhe me përkrahjen, ndihmën dhe bashkëpunimin me intelektual, shkencëtar, shkrimtar e artist që ndoshta vinë nga bankat e kësaj shkolle dhe gjithmonë janë të gatshëm të kontribuojnë për të mirën e saj. Andaj ju jemi faleminderues. Të jesh drejtor i shkollës së mesme Zefrish Marku Shkup është nder. Të jesh pasardhës i drejtorave si Recep Bajrami, Avni Zlatku, Ahmet Hajdari e gjithë të tjerët është privilegj. Të vazhdosh rrugën që e filloi Ngjeri Faruk Zeqiri nuk ishte e lehtë, por duke qenë bashkëudhëtar i vizionit të tij, po e realizoi ëndrrën që e fillon të parët. Andaj ju faleminderit të gjithë atyre që e bën punën time më të lehtë. Mësimdhënia nuk është profesion i thjeshtë, është profesioni më i dobishëm për bashkësinë dhe ka ndikim më të madh në lumturinë e përbashkët. Vlera mësuesit dhe pesha e qiellit nuk matën kurrë. Ai konsumon vetveten për t'u ndriçuar rrugën të tjerëve. Këtë kanë bërë dhe po bëjnë mësimdhënësit e shkollës sonë në krye me mua për një të ardhme më të ndritur të mbar kombit.
ju faleminderit.